s'ka qenë. Shumë me katarë. Një ditë për ditë për i vjedika. Ja transmeton Ebu Hurajra. Po është edhe në Bukhari edhe në Muslim këtë tregim. Që ky burri pak para se me vdek po i të bën djemt apo do të pëshoni. Unë e kam shumë gjunohe. Unë nuk e di çu shka me dalë para Zotit. Kur të vdesuni, merr mani gjenazën tën, diçeni, bëni pluhën bëni, edhe merr në shpërndalën e për tokë që unë ndeti, nashta inshallah Zoti së më ringjallë. Se po më ringjallë Zoti unë s'kam se dal para Zotit. E vllazni, gjunaçar po, edhe ignorant po, edhe s'po din. A di pse s'po din? Gjunaçar po dihet, se po kallzo hadithi që gjunaçar. E ignorant pse? Ignorant pse një farforme po mënohet me ik Zotit për ringjallës. Kto nuk e bën veç ignoranti. Ky edhe gjunaçar edhe s'po din. Po e ka një send mirë hala. Hala në zemër e ka Zotin. Hala po ka dro prej Allahut. Hala nuk u shput krejt prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe ty dek po i kujtohet Allahut. Edhe vetë të mujit më mbo hije pluhën, nashta Zoti së më ringjallë. Po pja çojnë vend porosim. Pja bujnë gjenazën hije pluhën. E pja shpërndajnë për tokën e për det. Po për ditë gjykimit pe të bënë Zotin komplet. Edhe kur po del ky robi, tash leçi po del para Zotit me gjunohën një, e me dytën që unu me ik Zotit, tash dy fish i ka gjunohën. E po del robi shkret para Zotit. O robi im, e pse bane që gjest? A tentove me ik llogaris, përgjithësis, ringjalljes? I tha o Zot, wallahi veç për i frigës ndaj teje, po ta ndropi teje, se kum ditë që kemi më ringjallë, po frigoha me dalë para teje. A dini të dashur vëllezër që Zoti nuk e çon poshtë këtë provë të frikë. E ka falë që të miri vetëm për hir të dros që ka pas ndaj Zotit, vetëm se në zemrën e tij ende ka ekzistuar Allahu azza wa jalla. Nëse kështu Zoti i fal gjunaçart, atëherë ku është falja ti për adhurues? Nëse Zoti kështu i fal njerëz që bojnë gjunohe, ku është mëshira tina njerëz që adhurojnë edhe i përulen çdo natë në taravijën, sejdë, namaz sabahit, ndrekën i kindit?